Kthehemi përsëri shikues të nderuar, jemi në bisedë me doktor Lajçan, po flasim për periudhën 8 vjeçare që dhe curinë e saj, sukseset, pse jo edhe ndonjë sugjerim me vërejtje për këto periudhë 8 vjeçare që ka realizuar në komunën e Tuzit. Sa mirë kujtove atë çështjen e shqiptarëve, sepse dihet që Shqipëria është mema e shqiptarëve dhe edhe si shembull do të jenë pozitiv, do të jenë shumë të përparuar, të avancuar, por në 90-ën edhe në vazhdim deri sot merren duke prishur, nuk merren duke ndërtuar. Pikërisht për është, pra kjo duket. Jo, luftojnë komunizmin, prishin apartamentin, prishin fabrikën, prishin gjitha gjërat. Kjo lidhet me, mund të them, kemi neve si mentalitet. Ne shqiptarë është pak e veçantë që ne vërtet veçohemi. Për shembull, nëse diçka është e mirë, nëse s'ka ardhur nga ai person që shumica ndoshta dëshiron ta ketë, nuk vlen. Pra, duhet të mësojmë këtë, ajo që është e mirë është e mirë. Ajo që është pavlefshme, ajo është e pavlefshme, edhe do ta shohim sa, po përkundërzi, edhe sot e kësaj dite domethënë ato ndjeken në pothuajse në gjitha troj shqiptare. Edhe tek shqiptarët në Ilirit, pra në Maqedoninë e Veriut, kështu me radhë. Por megjithatë, unë mendoj se nuk duhet t'i humbim shpresat, sepse gjithmonë ka pas dhe ka njerëz të cilët duan të punojnë, dhe unë e baj një dallim këtu në mes politikanëve. Shpeshherë kam qenë shumë i ftuar dhe më kanë ofruar, domethënë, të merrem me politikë akoma më thellë, dhe me pozita, domethënë, shumë të rëndësishme kur isha atje në Malsi. Por një arsye që më ka ndalë të jem, domethënë jashtë asaj, është sepse këtu ekzistojnë, domethënë, dy lloj përfaqësuesish. Është një përfaqësues që sakrifikon çdo gjë, sakrifikon edhe vetveten, sakrifikon edhe familjen, sakrifikon çdo gjë për qytetin e vet, për qytetarët e vet, për shtetin e vet, për çdo gjë, kurse është një tjetër që faktikisht politikën e shef vetëm për vetveten, për familjen, për njerëzin, për rrethin familjar dhe për të arritur, domethënë, për të arritur në karrierë vetëm personalisht. Edhe meqense për të realizuar këtë parën, ndoshta rrethanat nuk kanë qenë edhe aq të mira, sepse në një farë mënyrë quhesh edhe budalla, për shembull, pse po bën më shumë për këtë pajë ose në këtë pikë se sa për. Pra, janë disa gjëra që unë mendoj që shumë njerëz të cilët përfaqësojnë popullin shqiptar, qoftë në gjitha trojë shqiptare, nuk mund të them se të gjithë janë të dej për atë punë. Pra, jo çdo pozitë politike, ose jo çdo pozitë, qoftë deputeti, apo kryetari komune, apo këshilltari i komunet, apo bashkitë kështu me radhë, e ka me sinqeritet punën dhe pozicionin që bën. Pra, e ka për ndonjë interes caktuar që ai mund ta shohin në të ardhme një sukses për vetveten, më ashtu tepër se sa për ata që është në pozitë. Doktor Lajçaj, cili është bilanci real i përfitimit të popullatës dhe i çështjes shqiptare gjatë këtyre viteve që është përfituar nga komuna e Tuzit e administruar nga shqiptarët? Këtu do të ndalim pak më shumë në këtë pikë. Kjo është shumë pyetje shumë e rëndësishme, dhe unë do ta bëj një analizë pak a shumë aq sa mund mbaj mend. Duhet di se domethënë bilanci është vërtet pozitiv, duhet të pajtohemi, edhe pse ndoshta mund të kemi pak kënaqësi, është shumë pozitiv, sepse në kohën kur komuna u bë e pavarur, buxheti i komunës ka qenë pak më shumë se dikon mes 1.500.000 deri afër 2 milion euro, kurse sot, thot në dhjetor kur u bë realizimi i buxhetit, komuna e Tuzit kishte buxhetin, mos gabohem, 12.895.072 euro, pra që do të thotë është shumë fishua, dhe kjo si rrëlloj e kësaj, çdo vit i kam përcjell, domethënë, me punën dhe veprimtarinë e tyre, ata kanë treguar vërtet, domethënë, një ndryshim shumë të madh. Nuk mund të themi se është ekselent, por është shumë i madh krahasuar me ata çfarë ka qenë dhe nga ata që, domethënë, paraardhësit e tyre kanë punuar kur ishin në pushtet,
për shembull kanë investuar shumë në infrastrukturën rrugore, kanë investuar shumë në riparimin dhe rindërtimin e institucioneve arsimore, që është vërtet për çdo lëvdat, kanë riparuar dhe rindërtuar në rrjetin e ujësillësit, po thuajse në 90% të zonës së komunës Malësisë sot për sot, domethënë ekziston rrjeti i ujësillësit që nuk ka ekzistuar më përpara në gjithkund. Po ashtu kanë punuar shumë në zhvillimin kulturor, domethënë kanë ndërtuar, po ashtu kanë formuar sekretariate për turizëm, kanë formuar sekretariate për diasporën, kanë formuar sekretariate për kulturën, kanë formuar sekretariate të cilat kanë bajnë me ruajtjen e gjuhës e kështu me radhë, dhe po ashtu mendoj që përveç asaj kanë filluar të tërheqin edhe investitorë të cilët duhet, domethënë kanë dëshirë të investojnë në Malësi, pra si komunë për momentin është ba me një nivel më të lartë dhe më e pëlqyeshme se shumë komuna tjera në Malë të Zi. Normalisht janë komunat, domethënë, që janë kryesore më të fuqishme në potencial ekonomik, siç është Podgorica, Budva, Tivari e kështu me radhë, por duke krahasuar me këto komunat e reja, unë mendoj se ka bërë një progres jashtëzakonisht të mirë dhe akoma vazhdojnë. Më falë doktor, po të ndërpres, meqenëse ju po flisni për projektet, a ka komuna e Tuzët një strategji për projekte afatgjate në fushat e bujqësisë, në fushat e industrisë, të arsimit, kulturës? Kur them afatgjate, mendoj 10 vjetë më shumë. Po, Komuna e Tuzit ka, domethënë, projekte afatgjate, edhe për arsimin, edhe për ekonominë. Unë kam njohuri se, domethënë, jam i njohur me disa informacione se janë duke u bërë projekte nga kompani të ndryshme të cilat kanë dëshirë për të investuar dhe janë procese sipër, domethënë, duke kaluar ato procedurat e projektimit edhe në përputhje me ligjin që i parashef edhe komuna po edhe shteti, po ashtu ka projekte në aspektin kulturor dhe sportiv. Për shembull, këtë vit kam pasë kanë planifikuar, domethënë, ndërtimin e disa qendrave, domethënë 2 faktikisht qendrave sportive që do të jetë, domethënë, multifunksionale, që e kalon mbi 10 milion euro, që njëna do bëhet në një zonë, domethënë, të Malësisë që quhet Sukruq, kurse tjetra pak më e vogël në pjesën tjetër të Dinoshës, po ashtu ka projekte të tjera, domethënë, në lidhjen e qytetit të Tuzit me qytetin e Podgoricës, me një rrugë më të modernizuar, e cila është projekt pak më i gjatë, disa vjeçar. Arsyeja sepse këto ndodhen, domethënë, ose behen, domethënë, shumë vjeçar është sepse komuna 10 është pak më e vogël dhe nuk ka aq kapacitet. Normalisht se këtë buxhet që ka sot, komuna normalisht se nuk mund të vijel vetëm nga taksa paguesit ose të ardhurat vetanake që ata i quajnë. Por këta faktikisht është një fond që quhet Fondi i Barazisë, që lëshohet nga qeveria malazeze, domethënë është nga pushteti qendror që shpërndahet për të gjitha komunat e Malëzi. Është shumë interesante se edhe kjo ka një përqindje, është normal nuk e di është apo jo, por e di se Tuzi merr më pak se sa Podgorica, sepse faktikisht kjo është një taks që mlidhet edhe nga gjitha komunat, dhe derdhet në shtet, pastaj shteti ju kthen mrapa në varet nga kanë një kriter të cilët e bajnë ndamjen e tyne, dhe këto ju ndihmojnë të bajnë, domethënë, projekte kapitale, siç janë për shembull tash rrugat, siç janë ndërtimet e objekteve të sportit dhe të kulturës, siç e thash, shkollat në Malësi, gjithsesi në komunën e Tuzit,
janë pothuajse të gjitha të riparuara në gjendje të mirë, flas kur është fjala për gjimnazin. Gjimnazi fatmirësisht u bë rekonstruksioni 100% dhe është në kushte shumë të mirë. Mamutovic është ai apo është po villa deri atje, kurse shkolla 8 vjeçare nuk ka qenë edhe aq e vjetër, kjo ka emrin Mahmut Lekić, kurse është tjetra është bërë kopshti, po ashtu ndër kopshtet më të bukura mund të them edhe në Malzi, por gjitha këto janë edhe fruti angazhimit këtyre, pavarësisht se janë edhe pjesë e ministrisë, vjelin domethënë edhe nga Ministri i Arsimit, por normalisht me angazhimin dhe ngarkesën gjithsesi një pjesë buxhetit e ndajnë edhe për këto aktivitete. Nuk duhet harroj edhe sportin, komuna po ashtu ka ngritur në nivel shumë të lartë edhe veprimtarinë e klubit futbollistik Deqiqi, sepse para se erdhi në vitin 2018, domethënë ka qenë vërtet në kushte jashtëzakonisht të dobta. Fatmirësisht sot ka sportistë mirë, ka edhe sportistë nga Malësia të cilët kanë sukses aty dhe gjitha këto së bashku domethënë janë si frut i bashkëpunimit të mirë, i aktiviteteve që komuna i ka bërë. Meqense ju jeni nga Hoti, akoma vazhdon që ajo shkolla e Hotit të ketë atë emrin si Goxha Nastradini në mur? Po kjo është shumë e vërtetë, është shkolla, unë jam nga Hoti dhe këto është një problem që unë në kam ngrit jo sot, unë kam punuar një dekadë në gjimnazin e Tuz, kur isha atje dhe kena ngrit në fakt si trup arsimor, edhe si qytetar, edhe si njerëz që kemi jetu aty, jo vetëm në shkollën në Hot, por në gjitha shkollat në Malësi. Është fatkeqësisht edhe sot e kësaj ditë, vërtet është fatkeqësisht, në trojë shqiptare, institucionet arsimore mbajnë emra ideologjik si që janë nëse të kohëve të kaluara, për shembull, gjimnazin Tuz mban akoma emrin 25 maj, që është ditëlindja e Titos. Shkolla edhe në Hot tani e ka bashkimi, po e ka pas bashkim vëllazërimi, po ashtu nga koha që ka qenë koha më përparshme në kohën e komunizmit. Pastaj për shembull është tjetra 29 nëntori në Dinosh, që nuk ka të bëjë asgjë me ditën e çlirimit, po ka të bëjë me ditën e formimit të Jugosllavisë e kështu me radhë, pra ka qenë festë shtetërore jugoslave. Pastaj kemi shkollën Mahmut Lekić, me të vërtetën unë kam mësua aty në atë shkollë dhe kam jetua dhe me plot respekt për atë figurë, sigurisht mund të jetë ndonjë figurë e njohur, por për unë faktikisht akoma nuk e kam të qartë se çka ka bërë një njeri për arsimin ose për Malësinë që mban kjo shkolla jonë. Pra, ndoshta është dobësia imja, jam munduar me kërku, por nuk e kam pa se vërtet është ajo e meriton domethënë një emërtim. Ai mund të jetë një statut, ta ke dikun tjetër, por sa i takon arsimit sepse nuk ka pas kur gjë lidhje. Kështu më raport po ashtu në Ulqin akoma ose të kësaj dite është shkolla me emër Marshall Tito, kështu më radh. Pra, jo vetëm për emrin e shkollave, unë kam kërkuar dhe kërkoj edhe sot, edhe këtu po e jap një ndoshta kërkesë, një apel që institucionet e komunës duhet të merren me këto emra, jo vetëm të shkolla, po edhe të vendeve për shembull. Neve kemi akoma vende shqiptare që mbajnë emra slav. Për shembull, kemi një bjeshk shumë të bukur, por supozojmë që edhe sot quhet Buković, po supozojmë, që në gjuhën shqipe kupton ahisht. Njerëzit që kanë jetuar më përpara, para nesh, ata kanë ditë gjithë se quhet ahisht, ahu, ahisht, kurse slavët e kanë ndronë Buković, edhe sot e mban atë emër për shembull. Ose ka sa emra tjerë që s'po duam ju ljoll me ta, që pra në këtë pikë komuna e ka në dorë dhe duhet merret me këto, sepse vite më vonë, domethënë neve nuk do na duhet më shumë energji për me vërtetuar se këto troje janë shqiptare dhe se këtu kanë jetuar shqiptarë. Të më falësh, doktor, do të kalojmë në publicitet, shikues nderuar, kthehemi pas pak.